Jam në lagjen Hajvalia, mbrapa meje jeni po 2 polic edhe 3 punëtorë. 2 polic kanë ardhur për shkak që mrapa këta ushtrirë të kërkojnë pak gjendjen. Këta janë familjarë që kanë ardhur për protestu, të cilët dyshojnë që në tokën në cilën ka filluar ndërtimi në një kompleks banesor, po besohet, në fakt nuk i takon pronarëve që e kanë nisë ndërtimin, por i takon familjarëve. Policia nuk po di pse ka ardhur, por ta shohim se çka kanë me thënë. Çfarë është interesant këtë histori është që pronarët që pretendojnë që kanë tokën, që pat mbrapa, janë njerëz të thjeshtë të Prishtinës, nuk i njeh kërkosh. Por çfarë është interesante që mbrapa me pronarët që janë të ndërtuar janë një gati. Ish ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish drejtori i EPK-s, Hakan Ismaili. Bujar Musa, një biznesmen që ashtu shumë i fuqishëm, i lidhur ngushtë me Hakan Ismailin. Tash historia është pak a shumë kështu. Banorët që prishin mbrapa që kanë dalë me protestu, janë të gjithë pasadës të 2 personave të cilët diku në vitin 56 thuhet që e kanë ble këtë parcelin e tokës 6 hektar prej një serbi. Pak është e komplikuar me situata. Qysh tek ka shku krejt situata dhe ku ka ngel problemi. Që edhe në kërë tjetër i policisë. Deri me tash janë 3 bagera me 2 kerë të policisë. Ta shohim se çfarë po ndodh në këtë protestë. Po. Që dhe historinë mas mirë për Çaj atë, okej. A kish planuar me u intervistuar? Nasim do vazhdojmë Qëtu. Po, qëtë përsedim qëtu shpijet janë. Përshëndetje, si a e mirë, vëllajte? Ka i ka tek nisë diçka si pe ishte pe kre, po u duhet me dorë poshtë. Në herë më në rënë u shpijat që atje edhe me ishë sa të që të me morë. Ty u ka është e junja. 60 vjetë që në shpijat ndërtume. Po, që vini e mënë që në pas dhe nishë si jemi që të venë qëtu. Qëtu në rritë, jena plokë, po të me dekën asin që të venë qëtu. Kush ku dole, por qëtu e kemi blepe një shkollë të është a i Matiqanit. A ju thirë dushan Ristiq. Që dokument në kemi privat, po fort mirë, shumë i kjo orëthon që ka zënë me datë, me ditë, me vit, me kretë kërë ble, me dëshmitarë, me porë, me kretë. Kush e ka ble? E ka ble Që e ka ble Rifoti, e ka ble Gjela edhe Selimi. Çaj kiti ata? Ata kom bob, e kom miq edhe kom djord miqës. Okej, në çfarë vite e keni ble? Me 1000 kuadrat dokumenti. 54, 56, e poshtë nuk keni dokument? Qajo, është serialiste, shkruan fort mirë. Ajo është vendim për neve shumë balit. Po edhe dhe avokat ma vjetë se këta e kanë morë parasysh këto që ky dokument është shumë valid. Një vend që jetën të sa duhet me nëjto që e fitën drejtin. Që atëre shrim shkollë të konë 10, 12, që të janë burë që 5-10 vjetë që jemi të jetu që tu. Tani, kur ka ndodhë, është do shaj dokument mu për këty tash në me u bo, kur ka ardhë institucionet e reja në Kosovë, për shumë unë miku ka ardhë. Që ky ka nejtë gati shumë mirë, që ky është njëri i kamenisë, shotin më qivërës, që ky ka punu në gjëdëzi, fort mirë këtë punë e den këtë dollari. Qa i zjadin që ky zjadin thoqë me kompaninë e vetë, po kuaj prepavi, halo edhe shumë tjerë, nuk o ky vetën, se me jakojt jakona, ne ka hi neve që të herë ka kësyn qatë djallë qatje. Të shku edhe afrimi, thirë të afrone, qënë këtu se kom ble, herë këtu, herë ati të kësy si dreq. Qysh e ka arrit, a më nëshme nga spjegu qysh e ka arrit aje me hin këtu, e ka shvizu po thuto, e ka shvizu po se në atje në gjëdës? Ajo dallaveri tina, qysh shumë mirë, fort mirë, ka dhenë fort puna. Ka dhenë që këtë dokument kërëshit që këtë të ble, edhe ka dhenë shumë mirë që këtë dokument se që ka që kërë kanë mo. Detra për nën, jo për të shkruar maqina shtyp. A më kur burë, kur? E qysh u bo që këta me ardhe me bo pronin? është ma trapash, këtë po hike, për da kurta. Kurta, që për diskutuet për botë fjallë për që tuk. Kurta i prenoshtet. A përshë që shikë. Na jemi shumë të bërtet, jemi dojnë të këtë, a i thë.
E që tash, kështë është të ndërtu që tash për momentin, a e den? Qëto? Po. Ku e di e burë, ku e di e në. Të mani dokument, që për porë Po. në që qëtë. Veç pak. Kë ka avokati Kazmendi? Para sa ditën e ka qojnë për kërë. Që sa jem këtë në shëtit njëve. E klape se që qëpë dokumentin, lista për dhe se mulli prashetin nga të për në shifet. Atje kush o hi, kush o dollë. E kur ja ka nisë punë këtu a den? Nuk e den. Përshëndetje, Kazan, qëshe, a e mirë? A e avokati e familjes apo e Po, jam krejtë? përfaqësuesi i pronarëve që kam prej viteve të 50-ta. Kjo punë na so kohën e kur s'kemi qenë të lindur shumica që ka jemi këtu. Në mënyrë të rregullt, me vendime, me kontrata, me gjitha është blerë nga pronarët legjitim. Dhe është kanë hyrë në posedim, kanë qenë pronar, posedues, shfrytzues të papengun. Madje edhe në vitet e 70-ta, kur është bërë kompenzimi aso kohë për rrjetin e tensionit të lartë, hipertensionit. Klientët e mi janë që janë kompenzu. Pse janë kompenzu? Sepse kanë qenë pronar legjitim. Sikur mos kishin qenë pronar legjitim, shteti Jugosllavisë, federata që ka qenë atë kohë, pastaj shteti Serbisë, nuk i kish kompenzu klientët e mi, po i kish kompenzu serbet. Po gjithçka ka qenë e rregullune, e ligjshme. Prandaj janë jo si pronar, si posedues, si shfrytzues, edhe janë kompenzu. Dikun pas luftës, kjo pronë ka kalu në emër të pronarëve serb, mirë po ne dyshojmë që nuk është bën në atë shtatën, por është bën dikun 2001 apo 2003, por janë shfrytzuar në mënyrë paligjshme vullat, datat. Kush e ka blej ato në 87-ën, nëse në 2002-ën, që po thuaj? Disa persona që i kanë tashti që e vendohet në emër tyre, mirë po ne dyshojmë që është blej pas luftës, mirë po janë qitë në nënshkrimet dhe vullat kinse është bën dikun në atë shtatën. Për këtë procedurë është zhvillu proces gjyqësor. Edhe tani ka kalu në emër tyre, mirë po ne kemi përgatit landën ku ju kemi drejtu kryeprokurorit të shtetit, kryeprokurorit të prokurisë themelore Prishtinë, drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, katastrët qendror, zyres për gjeodozi dhe katazë në nivel komunal, pastaj edhe organeve tjera, avokatë e popullit të tyre, dhe jemi duke kërku hetim të detajzuar për këtë çështje sepse dyshojmë se në mënyrë të paligjshme është vend gjykata në lejthim, dhe ju është njohur të drejta pronësisë personave të cilët nuk është dashur të njohet. Kush janë këta pronarë tashti? Këta ne nuk dojmë me bo emrat, le të banë pala emrat publik, ne nuk i bojmë, mirë po ne jemi duke kërku Cila palë? Pala pronar që janë takë që foli migja më herët. Dhe jemi duke kërkur që të ngrihen të prona derisa të merr epilog hetime në aspektin penal. Dhe jemi të bindur që procedura penale ka me nxjerrën e pa që kjo pronë është kalu personave të tjerë në mënyrë të paligjshme. Po çka është me rëndësi? Nëse shteti nuk vepron me urgjencë, unë po zomë si avokat moj e majnë menaxhim njërin prej gjithë këtyre djemve. Po dhe i zoti shtëpisë mundet një ose 2 majt menaxhim, por nuk mundet se këta janë dikon 70 marshe. Dhe nuk mujna me siguru që nuk më ndodhë diçka që nuk dojmë më ndodhë. Prandaj unë jam duke dhënë kontributin i majt në kontroll sot muj. Po në moment, runa zot mund ndodhë diçka që nuk e dojmë secili dhe vetëm një geshtë secili person për këtyre. Por dhe palës tjetër për mua ka vlerë më tepër se gjithë prona. Është mirë me qenë vigjilent sepse detyrë parësore e policisë dhe prokurisë është parandalimi rast. Ne nuk po dojmë ndodhë asnjë incident për këtë pronë. Prandaj është mirë shtetit të bëjmë dijet gjitha palëve që mos ndërtohet, mos punohet derisa të veproj, për ndryshe nëse na ndodh diçka nuk na duhet askujt. Thirrja jam është e kryeprokurorit dhe drejtorit përgjithshëm të policisë të ndërmarrë veprime të parandaloj çdo lloj incidenti të mundshëm. Me padeshtu Am the që ato pronat e tua fillojnë që atje po, fillojnë atje. Po, A më na shkuar që ti më na tregu? Hajde. Po shkojmë na me kër rrugës. A me kera? Okej, jo s'ka lidhje. Jo, mos të vin. Për mua është pesani me shtëja apo mundesh? Se nëse të punë e kam ne. Po muj. A më shumë tregu pak më këtu në kokë kur e mon men që e kam pak në shtaj vogël e kanë se. Sa e kanë atë? Kur është ble toka? Çish e mon men çata? Që bledota që tu në letër. Po. Çaj dot. Çaj dot. Bletë u ka. A na jem pe 1950 tani se në çit vend që të burr. Që të jemi. Po që ta më ta posa, që ta dregërosa, që ta heloqe, që na bon
edhe veç letën. Lisën përshëtu, se vendimin. Po. Që e bërë vendimi që to shvija, të e thua. Që vendimi që kjo është. Unë nuk di çfarë vendimi duhet për ta. Okej. Që ky po duhet këtë një ançëm, neve duhet më na mbret diçka dikush. Po. Këta na nuk di siguri për ty absolutisht s'po di. Ai thotë nang kamonit këtu. Ron son të çish po qyna. Po kush po vjen më të drejtë dorë më quhet çupoj duhet. E kom le çti. Çti jone. E çfarë ndodh thash? Ju thamë më shumë ka nevojë me nxit situatën e thos probleme me medicinë. Për ndryshe, veç vjen tu acaru tek shqipja lën avokatit, nështë avokati e merr situatën e kthen prapë në rigjykim, për ndryshe nuk merr kërkush përgjegjësi këtu që s'ka me pas problem. Okej. E pse po shpëndoni? Shpërdom, na kemi treguar. Nuk u mirë, përpresim ata që çka po ndodhe me avokate me këtë sene. Përpresim, i qyrim, na nuk po dim me pas probleme vëllai. Okej. E pse policia pjotat me shku? Policia po na thotë që këta sipas tyre që kanë merr letra në rregull, ta. Na i kemi shtëpia, domethënë shtëpiat aty nuk pas kanë vlerë, pas kanë vetë letrat e këtina. Shtëpiat aty s'pas kanë vlerë. E tash hape arshëm çka keni me bë? Na hapi arshëm ne të pritet tek qyr. Çfarë na thotë avokati? Mi prit letra çfarë çështë, kanë këshat edhe. Po presim la, po këshyr. Okej, në rregull. Një me qytetë shpijat që po shpijat që ky është rruga e çiftit vendit të but. Okej. Ka dhënë vul, vallë më thua nuk di çfarë lypet. Okej. Është ndër vetë ka dhënë, vetë është. Okej. 70 gati. Po dhe tek qyr, ky se vleshëve. Po fotografoj këtyre shtëpia, këtyre dokumenti, këtyre në para 70 vjetësh kena Okej. Okej. Okej.